Hamzën, shokun e pandashur të femërisë Muhamedit alayhis salam, se si fitohet një luftë kur ajo luftë ka parime të drejta dhe i përmbahet rregullave të Kuranit dhe asaj që ua kishte mësuar i dërguari Muhammed alayhis salam në rregulloret e betejave, duke mos shkatruar pemët, duke mos sulmuar fëmijët, gratë shtatzana, duke mos prishur mjedisin, por duke luftuar pra paq në fush betejë, luftari me luftetar. Sigurisht se Hamza u gjend gjithmonë në krye të aksionit. Ai luftoi me guxim të jashtëzakonshëm, duke përdorur shpatë me një mjeshtri dhe forcë pashoqje. Lëvizjet e tij ishin të rrjedhshme dhe të sakta, duke rrëzuar armiqt me hijeshinë e një luani në gjuhën e tij. Pusha e betejës u shndrua në një dëshmi të trimërisë së tij. Sa i sulmonte me guxim duke mishiruar shpirtin e qendresës dhe sfidës. Ndërsa beteja vazhdonte me intensitet, muslimanët u përballën me sfida të mëdha. Në Uhud, shigjetarët e cilët ishin urdhëruar nga pejgamberi qëndronin në pozicionet e tyre mbi mal, duke nuk e respektuan urdhrin dhe u larguan për të marrë plashk lufte. Kjo mosbindje i la muslimanët të pambrojtur ndaj një kundërsulmi. Respektimi i urdhrave shkaktoi kaos në fushën e betejës dhe rrjedha filloi të kthehej kundër muslimanëve. Hamza, duke parë këtë çrregullim, u mbush me pikëllim dhe zhgënjim. Ai u drejtua Allahut me lutje, duke kërkuar mbrojtje nga sprovat që kishin pllakosur popullin e tij. O Allah, kërkoj strehim tek ti nga ajo që i ka ndodhur muslimanëve dhe kërkoj faljen tënde. Besimi i tij mbeti i palëkundur përballë fatkeqësive. Pavarësisht pengesave, Hamza vazhdoi të luftonte me vendosmëri të hekur. Ai ishte një forcë pamëshirshme për armikun, duke rrëzuar çdo kundërshtar që i dilte përpara. Kurajshët të vetëdijshëm për statusin legjendar të Hamzës u përpoqën ta eliminojnë nga frika e ndikimit të tij mbi moralin e muslimanëve. Ndërsa betejë intensifikohej, guximi i Hamzës u bë një rrezë shprehse për muslimanët e lodhur, të cilët u mblodhën rreth tij të frymzuar nga trimëria dhe përkushtimi i tij. Megjithatë, betejë mori një kthesë tragjike. Kurajshët kishin përgatitur një plan për të vrarë Hamzën dhe punësuan skllav Abisinas të aftë me emrin Wahshi, njohur për saktësi vdekjeprurëse me hesht. Wahshi ishte premtuar se do të fitonte lirinë nëse do të arrinte të vriste Hamzën, dhe dëshira për çlirim e mbushi me vendosmëri. Ndërsa Hamza luftonte me heroizëm, Wahshi e mbante në vëzhgim të vazhdueshëm, duke pritur çastin e duhur për ta goditur. Në një moment të ndjeshëm të betejës, Hamza u përball me një luftar armik duke sfiduar me guxim çdo që kishte guxim të dilte përballë. A ka ndonjë mushrik që guxon të më dalë përballë? Bërtiti ai, me zërin që i honte në të gjithë fushën e betejës. Një nga një armiqt binin para tij, të paaftë të përballonin fuqinë dhe trimërinë e tij. Por në kaosin e luftës, Wahshi pa mundësinë e tij. Ai drejtoi heshtën me saktësi vdekjeprurëse duke synuar një hapësirë të vogël në parzmorin e Hamzës. Heshta goditi në shenjë duke i shpuar trupin dhe rrëzuar luanin e Zotit për tokë. Lajmi për rënien dëshmor të Hamzës u përhap si zjarr ndër musliman, duke mbuluar fushën e betejës me hidhrim dhe trishtim të thellë. Kur pejgamberi Muhammed mësoi për xhaxhain e tij, u pushtuan nga një pikëllim i thellë. Hamza nuk ishte thjesht një luftëtar, ai ishte simbol i guximit dhe një shtyllë e palëkundur e Islamit. Zemra e pejgamberit u coptua, ndërsa este mes trupave të rënë të muslimanëve duke kërkuar trupin e Hamzës. Kur e gjeti, pamja ishte shkatërruese. Fytyrat e tij të prera, gjoksi i çarë dhe trupi i tij fisnik i përdhosur. Lotët mbushën sytë e pejgamberit, ndërsa qante humbjen xhaxhait të tij të dashur. Një burr që kishte qëndruar në krahët e tij në kohët më të errta. Pavarësisht dhimbjes që përfshiu gjithë komunitetin musliman, trashëgimia e Hamzës mbeti e gjallë. Ai u nderua me titullin mjeshtri i dëshmorëve, prinsi përjatari i dëshmorëve, një emër që pasqyronte besimin e tij të palëkundur dhe sakrificën e tij për të vërtetën. Dëshmori Hamza u bë një thirrje frymëzuese për besimtarët, duke i nxitur ata të vazhdojnë përpjekjen dhe rezistencën për hir të Islamit. Pejgamberi Muhammed alayhis salam e ndau me umetin lajmin e statusit të lartësuar të Hamzës, duke i kujtuar se ai ishte shpërblyer me një vend në xhenet si luani i Zotit. Pas betejës, muslimanët u përballën me sfidën e madhe për të riorganizuar dhe për të shëruar plagët e tyre. Kurajshët mund të kishin arritur një fitore të përkohshme, por shpirti i Islamit mbeti i pathyeshëm. Dëshmori Hamza shërbeu si një kujtesë e fuqishme për sakrificat që janë bërë për këtë besim. Shembulli i tyre i tij frymëzoi shumë të tjerë që të qëndrojnë të fortë në bindjet e tyre. Kalimin e viteve, trashëgimia e Hamzës vazhdoi të jehonte në zemrat e besimtarëve. Historia e tij u bë një burim force dhe motivimi, duke u kujtuar atyre rëndësinë e guximit, besnikërisë dhe besimit të palëkundur përballë vështirësive. Besimet e nxjerra nga jeta dhe dëshmërimi i tij, rënia dëshmore e tij u bën pjesë e pandashme e identitetit të komunitetit musliman, duke formsuar mënyrën se si ata e kuptojnë sakrificën dhe përkushtimin. Në vitet që pasuan betejën e Uhudit, pejgamberi Muhammed alayhis salam dhe muslimanët
përballuan sfida të shumta, por ata qëndruan të palënkundur në përkushtimin e tyre ndaj Islamit. Kujtimi i Hamzës shërbeu si një dritë udhëzuese duke i nxitur ata të qëndrojnë të fortë në përpjekjet e tyre dhe të ruajnë vlerat e drejtësisë dhe së vërtetës. Shpirti i tij vazhdoi të jetojë në zemrat atyre që luftonin për fen, duke i frymëzuar të përhapnin mesazhin e Islamit në të njëjtin përkushtim dhe vendosmëri që Hamza kishte treguar dhe sigurisht pra ai e kishte dëshmuar në luftimet e tij përballë kundërshtarëve. Ai do të mbetet si një gur themeli i identitetit të besimtarëve, një kujtesë për sakrificat e tyre që i hapin rrugën. Ai do të përcillet brez mbas brezi duke shërbyer si një burim i motivimit të muslimanëve. Ai do jehoj vazhdimisht në shekuj që kujtoj besimtarëve se si duhet jenë të vendosur në çështjet e tyre dhe të kenë trimëri në përhapjen e të vërtetës dhe drejtësisë, dhe pra mposhtjen e drejtësisë dhe lajthitjeve dhe gjërave të pandeshme.